Sot koncerti Kanye West në Tiranë, kufizime të qarkullimit ja rrugët që do të bllokohen. Drejtoria vendore e Policisë Tiranë ka njoftuar se në kuadër të aktivitetit muzikor që do të zhvillohet sot në zonën e Kasharit do të zbatohen kufizime të përkohshme të qarkullimit në disa akse rrugore të kryeqytetit. Sipas njoftimit zyrtar, nga ora 07 deri në orën 24 do të ndalohet qarkullimi në aksin dytësor të autostradës Durrës-Tiranë nga zona e Eiffel deri te Kaza Italia. Ky segment do të funksionojë vetëm me sens dalje për subjektet që operojnë në zonë. Por në të njëjtin interval kohor do të bllokohet dhe korsia daljes së autostradës Tiranë-Durrës në rreth rrotullimin e Kaza Italia, ndërkohë nga ora 12 deri në orën 24 nuk do të lejohet qarkullimi në segmentin Kaza Italia, rruga Pavarësia, rruga Sokrat Miho, si dhe në segmentin Sokrat Miho, rruga Kasem Shima, rruga 7 Nëntori, i cili do të funksionojë vetëm me sens dalje. Policia bën me dijes edhe në aksin nga ura Instituti deri te Kaza Italia mund të ketë bllokime të pjesshme të qarkullimit në varësi të fluksit pjesëmarrësve, me qëllim menaxhimin e trafikut dhe garantimin e zhvillimit të sigurt të aktivitetit. Gjatorëve të kufizuara akset në zonat e bllokuara do të kenë vetëm automjetet e emergjencës dhe mjetet e policisë së shtetit. Policia e Tiranës u bën thirrje qytetarëve të tregojnë mirë kuptim, të planifikojnë lëvizjet e tyre paraprakisht, të përdorin akse alternativ dhe të zbatojnë udhëzimet efektive të policisë të angazhuar në teren.